Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur në fshatin Besit të Prishtinës, ku si pasojë nga si motocikletës ka pësuar lëndime të rënda trupore. Në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një automjet dhe një motociklet, i cili shihet shtrirë në tokë. Në pamjet e siguruara, shihen qytetarë që janë mbledhur për t'i dhënë ndihmën e parë. Policia dhe autoambulanca ende nuk kanë dalë në vendin e ngjarjes.